8 persona kanë rënë në prangat e autoriteteve me urdhër të prokurisë të Durrësit, pas aratisjes së Altin Docit, ngjarje ndodhur të martën gjatë shoqërimit të tij për në spital. Masat e sigurisë janë ekzekutuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, ndërsa hetimit po thedhohet për dyshime serioze mbi mënyrën se si është realizuar largimi i tij. Të arrestuarit janë 6 efektiv policisë, zëvendës shefi i policisë në këtë institucion dhe krye infermieri i spitalit të Burgut. Sipas autoriteteve, ata dyshohen për shpërdorim detyre dhe veprime që kanë favorizuar aratisjen e të dënuarit. Altin Doci, i konsideruar si një i burgosur me rrezikshmëri të lartë dhe i pandehur për masakrën e Bradasheshit në Elbasan, vijon të jetë në Arati. Deri më tani autoritetet nuk kanë asnjë informacion mbi vendodhjen e tij, ndërsa kërkimet janë shtrirë në disa qarqe të vendit. Hetimet po fokusohen në disa elementë që ngren dyshime për një aratisje të mirë organizuar. Dyshohet se Ndoci mund të ketë pasur bashkëpunëtor jo vetëm jashtë burgut, por edhe brenda strukturave të policisë, së burgjeve dhe stafit mjekësor. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se i burgosuri është shoqëruar drejt spitalit të Durrësit me ambulancë dhe pa pranga. Ai ka përfituar nga një moment pak kujdesie i grupit të shoqërimit dhe është përplasur me efektive dhe ka arritur të largohet me vrap. Ngjarja konsiderohet edhe më e rëndë për faktin se sipas hetimeve paraprake, një automjet dyshohet se e priste Ndocin për ta ndihmuar të largohej nga zona. Pas incidentit, drejtoria e burgjeve ka pezulluar të gjithë zinxhirin komandues të burgut të Durrësit dhe ka nisur një hetim të brendshëm për nxjerrjen e përgjegjësive. Në fokus të verifikimeve është edhe procedura e transferimit të Altin Docit në një burg të sigurisë së zakonshme, si ai i Durrësit, si dhe fakti pse policia e burgjeve nuk ka kërkuar mbështetjen e policisë së shtetit për shoqërimin e tij në spital, pavarësisht të rrezikshmërisë së lartë që ai paraqiste.